Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dëgjues dhe shikues të nderuar, ju urojmë një mirëseardhje në emisionin tonë Kandili i Diturisë. Pas një periudhë goxha të gjatë pushimi, ishte Ramazani dhe pastaj edhe disa të pushimeve të tona, kështu që falenderojmë Allahun e Madhërisht që na u mundsua të vazhdojmë ato serit e emisioneve që mbanim deri pak para Ramazanit me hoxhën e nderuar Bashkim Aliun. Tema e sontit është roli i xhamive në Zvicër. Roli i xhamive në tërë botën është pothuajse i njëjtë. Ti orientoj besimtarët rreth çështjeve të Islamit, ti orientoj besimtarët tek krijuesi i Madhërisht Allahu xhaleshanhu. Por për të gjitha atyre, roli i xhamive në Zvicër ka luajtur rolin e vet, me të veçantë ndoshta. Për më shumë, kemi hoxhën e nderuar Bashkim Aliun, i cili do ta ndriçon sonte më tepër më lidhur me këtë temë. Ju urojmë edhe një herë edhe hoxhës së nderuar Bashkim Aliu një mirëseardhje. Selam aleikum hoxhë nderuar dhe mirëseardhje. Wa alaikum selam, ju përshëndes juve pra paqja dhe mëshira Allahu qoftë ju dhe gjithë ata të cilët na ndjekin. Ju përshëndes nga Zvicra, juve dhe gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur pra në këto momente. Kemi zgjedhur një temë sonte, roli i xhamive në Zvicër. A do të përqendrohemi më shumë tek roli i xhamive shqiptare në Zvicër, apo në përgjithësi roli i xhamive në Zvicër, duke përfshirë edhe ato që janë do të jashtë komunitetit tonë do të shqiptar? Po shikoni, do të thotë normalisht se xhamia si xhamia dhe ju e përmendët në fillim gjatë gjithë historisë dhe në çdo vend e ka rolin në atë kuptim të njëjtë, në kuptim të ngritjes së njerëzit, edukimit të tij kështu me radhë, por kur flitet tash për në Zvicër ne konkretisht mendojmë më tepër të ndalemi në xhamitë shqiptare, për shkak se edhe nga ky aspekt do të thotë dëshirojmë që këtë çështje ta lidhim edhe me kontributin që xhamitë e themeluara nga mërgata shqiptare këtu në Zvicër japin edhe për çështjen kombëtare, për kultivimin e gjuhës, traditave tona, pastaj shënimin e datave të rëndësishme, mësimin që bëhet nëpër mekteba apo nëpër mosojtorët e xhamive të themeluara nga mërgata shqiptare në Zvicër në drejtim të avancimit të çështjes kombëtare. Pra edhe këtë aspekt ne dëshirojmë ta theksojmë për atë, do të hudhim dritë më tepër pra në rolin e xhamive të themeluara nga mërgata shqiptare, për shkak se do të thotë jo vetëm që luajnë një rol të rëndësishëm në aspektin fetar, për çka është roli kryesor i xhamisë, do të thotë të bëjnë ngritjen, formimin e njeriu të shëndosh, me besim të shëndosh, por në të njëjtën kohë ka edhe rol, po ashtu kombëtar, por në të njëjtën kohë edhe rol integrues. Do të thotë ne shpeshherë përdorim se xhamia ka rol të tre fish, do të thotë 3D, nëse mund të themi ashtu, kombëtar, tredimensional, kombëtar, fetar, kombëtar dhe integrues po ashtu. Pra do të ndalemi me tekst të veçantë në xhamitë e themeluara nga mërgata shqiptare në Zvicër. Isha do t'i intriguar të di pikërisht të di çfarë të shtyri të zgjedhësh këtë temë, pra roli i xhamive në Zvicër, pikërisht pra roli i xhamive të ndërtuara nga diaspora shqiptare në Zvicër. Po shiko, do të thotë këtë e themi për shkak se në kohën e fundit janë hapur disa diskutime dhe debate për dy xhami në veçanti, do të thotë, dhe debatet të cilat janë zhvilluar kanë qenë fatkeqësisht rezultat i dezinformimit të vërtetave gjysmake, po do të thonë gjysmë të vërtetave,
një propagande të pakuptim që është zhvilluar, mos interpretimit apo mos tregimit, mos lajmërimit dhe informimit të drejt për debatet të cilat janë zhvilluar, thotë tu ka pas një bishnim të vërtetës, dhe krejt kjo ka krijuar një huti, një mjegullnaj, një konfuzion se në fakt për çka bisedohet në Zvicër. Jo vetëm në drejtim apo në raport me xhamitë shqiptare, por kjo është e dëmshme edhe përveç shoqërinë zvicerane, për shkak se jep një imazh të gabuar se shoqëria zvicerane është kundër, gjë që nuk është e saktë. Ka debate, po, zhvillohen debate, ne I kuptojmë ato normale në një shoqëri demokratike siç është Zvicra, I marrim serioze, jemi për komunikim, por në fakt ajo që krijohet do të thotë imazhi që tentohet të krijohet nga këto debate që zhvillohen është imazh I rrem për shoqërinë zvicerane. Ne jemi mjaft falëndërues por atë që na kanë pranuar realisht edhe për të drejtat që I siguron Zvicra për të gjitha bashkitë fetare, përfshi këtu edhe muslimanët, dhe ajo që ka qenë në për mediume në fakt nuk është reflektim I real I shoqërisë. Është po debate të cilat zhvillohen nga disa palë, po kjo nuk do të thotë se shoqëria zvicerane është kundër xhamive realisht. Pra të them se këto debate jo të sakta, jo të përcjellura në mënyrë të saktë apo qëllimisht të shtrembruara nga thelbi I vet I vërtet, jo vetëm që e dëmtojnë imazhin e shqiptarëve musliman, për shkak se flitet për dy xhami që komuniteti musliman shqiptar do të thotë I ka inicuar apo bisedohet për projekte të tjera, por në të njëjtën kohë hudhin dritë negative realisht edhe në shoqërinë zvicerane për shkak se nuk është e saktë dhe nuk është e vërtetë se shoqëria zvicerane është kundër dhe siç lexojmë në disa portale, po edhe disa mediume të tjera që në mënyrë të pasaktë I transmetojnë gjërat, kinse ata ta tregojnë vendin, ta tregojnë kufirin, janë kundër bile thon talibanizimit të shoqërisë, që nuk është as pak e vërtet. Shoqëria zvicerane është një shoqëri demokratike ku të gjitha të drejtat e bashkive fetare, cilat do të janë ato, janë të mbrojtura dhe çdo bashki fetare ka të drejtë ta ushtrojë fen e vet të lirë dhe të hap po ashtu faltore, objektet e kultit, pra pa asnjë problem. Debatet të cilat zhvillohen nuk janë të kësaj natyre dhe nuk e kam për qëllim t'i ndalojnë muslimanët dhe nuk janë rezultat I shoqërisë kështu në përgjithësi, po kemi të bëjmë me palë të caktuara, por ata nuk mund të dalin mbi kushtetutën e shtetit të Zvicrës, që e siguron lirinë e fesë dhe lirinë e hapjes së objekteve fetare për të kryer ritualet fetare. Kjo është ajo pra që më shtyri realisht që sonte të diskutojmë rreth kësaj çështje, pra thash e cila në kohën e fundit ka qenë dhe vazhdon të jetë realisht shumë aktuale këtu dhe të keqpërdoret nga palë veçanërisht jashtë Zvicrës për atë që ndodhen këtu. The do të prezantimit tonë se bëhet fjalë për dy xhami në veçanti. Mund të cekë me emra këto xhami? Po, normal do t'i përmendi, shikoni, do të thotë mediumet tona spari, shumë portale dhe disa mediume realisht, por në përgjithësi portalet, shpesh herë kanë marrë një pamje vizuale të projektit të një xhamie në kantonin e Sant Gallenit dhe nga ana tjetër kur kanë shkruar se mblidhen për shembull 5000 nënshkrimi peticion kundër xhamisë, e kanë marrë pra pamjen e këtij projekti, ndërkaq ky peticion nuk ka të bëje me këtë
xhamin. Nuk ka të bëjë me këtë projekt. Ka të bëjë me një projekt tjetër të komunitetit musliman shqiptar në kantonin e Shficit. Do të thotë, shikoni prej këtu ku fillon do të thotë manipulimi, ku fillon shtrembrimi i gjërave. Pra atë pamjen, projekti është i një xhamie që planifikohet të ndërtohet në kantonin e San Gallenit, ndërkaq në shkrimet nuk janë mbledh për këtë xhami që planifikohet të ndërtohet. Në shkrimet apo peticioni është bërë për një xhami tjetër në kantonin e Shficin fakt, që do të thotë me mbi 100 kilometre larg asaj. Do të thotë prej këtu ka filluar manipulimi. Pra flitet për këto dy xhami që mediumet këtu në Zvicër, një medium në fakt pra e ka nxit këtë çështje, i ka parashu, por jo në atë kuptim se të ndalohet dhe të bëhet, por ka ngritur pyetje. Pra, po blitet kjo se në San Gallen domethënë është që pritet të ndërtohet, apo? Po, në San Gallen pritet të ndërtohet. Nuk ka filluar ndërtimi. Po, Është projekt vetëm. Kurse tjetra? Tjetra, në kantonin e Shficit, ata e kanë një xhami, marrë parasysh se nevojat e komunitetit janë shtuar, kanë dashur të transferohen në të njëjtin, domethënë, rajon, kështu të them tash, por në një komunë tjetër. Dhe aty kanë gjetur një objekt përafërsisht në qendër të fshatit, se fshatra janë shumica në atë kanton, dhe gjetja ati objektit në qendër të fshatit për ta blerë ka shkaktuar faktikisht pakënaqësi nga disa palë dhe kanë bërë një peticion që aty pra mos të hapet ai objekt. Por këtu dëshiroj të ndalem. Këtu kemi po ashtu, do të thotë, ka shumë keq interpretime. E para, në Zvicër nuk flitet tu për referendum, flitet për peticion. E para është kjo, do të thotë. Nuk është çështje referendumi, është çështje peticioni. E dyta, edhe peticioni me bisedën që kam zhvilluar me kryetarin e atij komuniteti atje, pra në Shpic, komunitetit musliman shqiptarëve në kantonin e Shpicit, konkretisht në Altendorf, tha se ne kemi marrë të gjitha masat e duhura për ta filluar këtë çështje, këtë projekt, për ta blerë. Kemi biseduar edhe me organet përgjegjëse për ndërtim, çka janë, do të thotë, që japin leje, edhe me policinë e zjarfikësve që është, sepse edhe për atyre duhet të merret leje, edhe me organet tjera, dhe na kanë thonë se pas një problem, ai vend është i parapara, aty mund të ndërtohet edhe xhami, objekt kulti përgjithësi. Domethënë nuk ka pengesë. Edhe për atë janë futur në këtë proces. Po ashtu edhe kantoni i Shficit, po edhe organet konfederale këtu në Zvicër, do të thotë nuk u ka ndaluar një gjë të tillë. Problemi paraqit tek komuna, e cila e ka shtyrë dhënien e lejes konkrete, dhe më pas tash, këtu do palë që janë, domethënë, të djatha, kanë iniciuar faktikisht pyetje që kanë ngritur për kapacitetin që ky komunitet ta blej, do të thotë, këtë objekt dhe ta shndroj në faltore, më pas nga disa banor, do të thotë, apo qytetar të atij vendi, janë mbledh edhe në shkrim peticion kundër hapjes së këtij objekti të kultit në këtë vend. Në bisedë me kryetarin tha se peticioni nuk ka qenë shkak që ne të tërhiqemi nga ky projekt, për shkak se ne i kemi bërë, çdo gjë e kemi bërë ligjore. Kemi pasur, do të thotë, miratim, pëlqim prej kantonit, organeve kantonale, na kanë thonë se nuk ka kurrë pengesë këtu, dhe ligjërisht ne kemi mundur ta shtim çështjen përpara dhe peticioni i tyre do të shpallej jo kushtetues, do të kuptojmë pra jo ligjor. Nuk mund të na ndërprisnin, ndoshta do të vonoheshin çështje, do të prolongoheshin, por nuk kishin drejt të na ndërpresin, se nuk ka pas shkak.
për të nëndërprerë. Se kemi marrë pëlqim ne, sa ti mund të hapim. Por ne, do të thotë ai tha se nuk deshëm që të hapim xhamin në një vend ku një pjesë janë kundër, ne vullnetarisht u tërhoqëm nga ai projekt dhe kërkuam që të shohim në ndonjë vend tjetër që mos të shkaktojmë pra përpalet, se nuk ka qenë krejt shoqëria aty, nuk ka qenë krejt banorët kundër, nuk ka qenë krejt institucionet kundër, absolutisht që. Do thotë ne u jemi mirënjohës dhe u jemi falendërues për mbështetjen realisht që na japin institucionet këtu në shtetin zviceran, por edhe shoqëria realisht për objektet tona fetare, për aktivitetet e komunitetit tonë. Por normalisht ka palë që edhe i kontestojnë gjërat, zhvillojnë debat dhe ne e pranojmë atë dhe jemi seriozisht i marrim vërejtjet dhe jemi të hapur për komunikim, nuk e mbyllim derën e komunikimit. Në këtë drejtim, edhe udhëheqësia e komunitetit musliman në shqiptar në kantonin e Shvicit, pra atërheq nga ky projekt, mbase ka pasur të drejtë plot dhe ka pasur pëlqim nga organet kantonale. Dhe peticioni, sikur të kishin vazhduar, tha, qartë ishte ne kemi pasur edhe avokat që e kemi nisur çështjen, kemi pasur do të thotë një ekspertizë për këtë punë, nuk e kemi hyrë ashtu symbillazi do të thotë vetëm të nisemi dhe me siguri se normalisht se ne do ta fitonim për shkak se kishim pëlqim prej organeve kantonale. Dhe këtu në Zvicër nuk mund ta ndalosh veç do të thotë hapjen e një objekti. Do të thotë vetëm se është xhami ti ta ndalosh. Por aty janë përmend shkaqe, të cilat shkaqe do të demantoheshin nga këta për shkak se këto paraprakisht në bisedë me departamentet përkatëse për ndërtimtari e kështu me radhë, do të thotë i kanë diskutuar këto çështje dhe kanë paraqitur elaborat që i plotësojnë kushtet realisht. Por këtu pse kontestohet? Mund kontestohet për shembull çështja e parkingjeve, a ka parkingje të mjaftueshme, çështja e zhurmës që mund bëhet realisht, çështja e të qenit të vendit kompatibil me zonën aty e kështu me radhë, në këtë drejtim mund kontestohen gjërat e tij. Jo vetëm pse është xhami, për shkak se është e drejtë e mbrojtur, tu e drejtë themelore që çdo njeri ka drejt ta në fakt ta kultivoj fen e vet, por edhe ashtu që të hap objektet kultit të cilat pra në të cilat ai do të kryej obligimet dhe rritet e tyre fetare. Kështu që në këtë drejtim do të thotë pra te kjo xhami, kjo ka qenë çështja dhe kryetari i këtij komuniteti, pra edhe sot kam pasur komunikim me të, më bëri me dije se janë tërhequr vullnetarisht, mbase kanë pas pëlqim prej kantonit dhe sikur të kishin vazhduar, pra tha e drejta ishte në anën tonë dhe nuk kishin asnjë të drejtë, nuk kishin asnjë argument që ta pengojnë një projekt të tillë. Dhe në shumë mirë tregojnë se janë për komunikim dhe nuk duan të shkaktojnë probleme, pra mbase kanë të drejtë, janë përsëri janë tërhequr dhe do të shikojnë një vend tjetër. Kjo është njëra çështje, do të thotë njëra xhami në kantonin e Shkvicit, këtu në Zvicër. Ndërkaq, për çështjen e xhamisë në Sant Gallen, e para aty ka xhami, do të thotë në Sant Gallen ka xhami, është xhamia El Hidaye. Dhe ata në kuvendin që e kanë pasur, kanë vendosur që të blejnë tokë, parcelë, dhe aty të ndërtojnë për shkak se është zgjeruar komuniteti, janë zgjeruar nevojat, edhe kërkojnë vend më të përshtatshëm, që është shumë normale këtu. Dhe tash, ajo ende nuk është shu kërkesa për të ndërtuar. Vetëm vendi do të thotë është marrë, por normalisht projekti është bërë, se ti projektin paraprakisht duhet ta bësh. Kur ta çosh kërkesën për të hapur xhamin, veç duhet ta kesh projektin, duhet edhe mjetet ti kesh. Për shkak se këtu kur edhe çdo vend është ajo, jo vetëm në Zvicër, kur qepet leja, ke afat që duhet ta fillosh ndërtimin. Ti nëse nuk i ke parat mjetet, ti dështon. Do me thënë, mund ta humbish edhe lejen. Kështu që kjo është çështja këtu në Sant Gallen ku ende nuk ka filluar, por është projekt vetëm, është një vendim i kuvendit të atij xhamati, atje shqiptar, pra në Sant Gallen për të ndërtuar objekt. E tash,
Edhe atje janë paraqitur disa, do të thotë, këshilltar të këshillit komunal, po edhe të një partie gjathtiste këtu, disa antar, kanë ngritur pjeqe për finansimin e saj. Se nga i marrin paret, do të thotë, komuniteti shqiptar musliman këtu në kantonin e San Gallenit, nga i marrin para. Kjo ka qenë, jo se mund të ndërpresin atë, se shikoni, do të thotë, nuk mund të ndërpritem këtu gjërat në Zvicër, pa marrë parasysh nëse ti je zviceran, pa marrë parasysh nëse ti je edhe me funksione politike. Nuk mundet nëse nuk ke argumente, nëse nuk ke fakte, sepse kushtetuta zvicerane i garanton të drejtat fetare, përfshi këtu edhe ndërtimin e objekteve të kultit kur kanë nevojë. Pra nuk mund të ndërpresësh, askush nuk mund të ndërpresë një gjë të tillë. Por këto kanë ngritur pyetje. Do me thonë, debat kanë hapur debat, që nuk i ka pas atë qëndrim kryetari e komunës faktikisht atje në San Gallen, por normalisht eksponent të caktuar të partisë gjathtiste këtu çka është në Zvicër, e kanë hapur këtë debat dhe krejt normale është për shoqërinë zvicerane këto debate. Edhe ne si komunitet nuk u ikim këtyre debateve, jemi të hapur dhe jemi që të diskutojmë për këto çështje, që të komunikojmë me palët, kështu me radhë. Edhe ata nuk mund të hapin debat për të ndaluar xhamin, por vetëm për shkak të kostove, se kostoja diku mendohet të jetë 15 milion bashkë me tokën, jo vetëm xhamia, pra bashkë me tokën dhe projekti mendohet të jetë diku te 15 milion dhe kjo është duk si kosto e lartë dhe kanë hapur debat se nga i marrin paret, nga vinë, do të thotë, mjetet financiare për realizimin e këtij projekti, që për ne përsëri është krejt normale dhe komuniteti musliman shqiptar këtu është në gjendje, do të thotë, ta dokumentoj çdo gjë që ka të bëjë me mënyrën e ndërtimit. Pra kjo është ai debati që është zhvilluar dhe që disa e kanë shtrembruar këtë nga atë se Zvicra ti tregon kufit, të tregon atë që tregon se janë total ignorant, do të thotë nuk i njohin gjërat dhe nuk e njohin shoqërinë zvicerane, nuk e njohin shtetin e Zvicrës. Kjo është e garantuar me kushtetut dhe çdo një bashki, çdo kush, çdo një qytetar pra që jeton këtu ka të drejtë ta ushtrojë fenë e vet, përfshi këtu edhe ndërtimin e objekteve të kultit. Mirë, o që ndëruar, unë do të bashkoj edhe me shikuesit tonë, nga se nuk jemi gjithë aty do të kyqur në thellësi në lidhur me këto do të tematika, apo si më thonë problemet e xhamive dhe ndërtimit të xhamive në Zvicër. Ndoshta edhe pyetjet tona nuk janë ndoshta edhe direkt diçka të bëjnë me çështjen, por janë në përgjithësi, kështu do të pyetje rreth rëndësisë së xhamive atje, kështu që nëse vjen ndonjë pyetje që ndoshta është pak jashtë teme, por lidhet me xhamit në Zvicër, të kem parasysh se nuk jemi gjithë të pyqur aty për me ditur nëse çka po bëhet, kështu që ne duhet të qëndrojmë do të jashtë do të kësaj edhe të drejtohemi kësaj çështjes nga aspekti do të i përgjithshëm, nga fakti domthonjë që masi jemi të përzier aty edhe nuk e dim se ku gabojmë. Por një pyetje këtu kemi nga Blerin Ceroka, thotë, a duhet mërgata shqiptare, si po shë pyetjen edhe në ekran, a duhet mërgata shqiptare muslimane në Zvicër me mundësitë që ka të hapin shkolla me orë të plot për brezin e ri shqiptar në Zvicër? Shikoni, mërgata shqiptare këtu në Zvicër ka nevoja të shumta, përfshi këtu edhe hapjen e shkollave. Por normalisht se hapja e këtyre gjërave nuk mund të bëhet ashtu shkëlqyer, duhet të bëhet me një plan, me një projekt të qartë, me një studim dhe me një ekspertizë, sepse këtu gjërat janë, do të thotë, kërkojnë të plotësohen kushtet ligjore të parapara. Dhe ne jemi për atë, por kjo kërkon do të thotë angazhim nga të gjitha palët. Xhamit që ne, për shkak se ne jemi për atë këtu, që janë një pjesë e nevojës së
popullatës shqiptare muslimane këtu. Do të thotë xhamit e kështu me radh, ne mundohemi që ta plotësojmë këtë hapësirë tek popullata muslimane shqiptare. Dhe jemi për atë që edhe nevojat tjera të plotësohen. Për shembull, disa thonë, neve na duhet nuk jemi kundër xhamive, dikush në atje në samitin e diasporës në Shqipëri, ne nuk jemi kundër xhamive, po na duhen institucione tjera. Po urdhno zotëri, hec ti bëni. Dhe çdo një që thotë se na duhet kjo, edhe ne themi, por urdhnoni bëni, urdhnoni. Askush nuk i ka ndalë këtu. Do thotë çdo njëri e ka të lirë ta bëje. Ne e bëjmë këtë për shkak jemi të thirrur, dhe brenda institucionit të xhamisë ka edhe klasa mësimtare të mësimit të gjuhës shqipe, edhe për aktivitetet tjera. A na duhen shkolla? Gjithqish po, por duhet për këtë aksion, duhet për këtë iniciativë, duhet për këtë studim. Me thonë, kjo nuk shkon kështu vetëm me dëshira. Duhet hapa konkret të merren në këtë drejtim. Dhe çdo njeri që thot, na duhen bursa për studentët, po, cilë që ata student, ku i kanë orientuar kërkesat e tyre, dhe sa u duhen atyre, a ka një database për studentët. Pra nuk është vetëm ne marrim ashtu të shpërndajmë. Kemi nevojë për shkolla, kemi nevojë për çdo gjë. Ne e bëjmë atë çka jemi të thirrur, dhe çdo njeri duhet ta kryej punën e vet dhe atë pjesën e vet të punës. Për atë pra kërkohet bashkëpunim këtë drejtim, dhe jo të fyhen apo të shahen apo të minimizohet dhe të shihet i parëndësishëm roli i xhamive. Por duke konkretisht edhe në bashkëpunim me xhamit, duhet të kalohet edhe në hapa tjerë në drejtim të hapjes së shkollave. Mirë, kemi edhe një përshëndetje këtu nga Nasser Gashi, dhe selamu aleikum, shpëtim njerit, dhe doktor Bashkim Aliut, autorit të librit Dosja Quds, nëse mund të tregosh diçka rreth këtij libri, për çka do të bëjmë fjalë pika shkurtë dhe do të marrim edhe pyetje të tjera inshallah. Dosja Quds është, do të thotë, një përmbledhje punimesh që ka të bëjë me çështjen e Qudzit, si çështje që i tangon muslimanët dhe se është e drejtë e tyre pra në këtë vend. Padrejti që e bëhet gjatë gjithë kohës, gjatë historisë, duke mos i zbatuar edhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara, që kanë të bëjnë me popullin, me Palestinën, edhe me Qudzin në përgjithësi, pra atë mundohet që ta shpjegoj libri të drejtën e muslimanëve në Quds dhe padrejtësitë që janë bë ndaj muslimanëve në Quds. Kemi edhe një pyetje, por është tepër e gjatë, edhe pothuajse është një tekst në vete. Ju kisha lutur do të shkruesit e kësaj pyetje që ta riformuloj pyetjen, se nuk kuptohet nga se teksti është shumë i gjatë dhe nuk ka pyetje aty, atëherë është pothuajse një gjysmë emisioni në vete vetëm për këtë tekst që ke dërguar. Formuloj pyetjen në formë do të më shkurtë dhe në pyetje direkte e jo komente. Mirë, që apo bën xhamit shqiptare në Zvicër, në shumë vende, më shumë të vende rituale, se sa qendra reale të ndikimit shoqëror? Jo, shiko, realisht xhamit ka një histori zhvillimit të xhamive. Kur kanë ardhur prindërit tanë këtu, gjyshërit tanë, do të thotë, nuk e mundur ti atëherë të presish që ata me kapacitetin e tyre që kanë pasur, me njëherë të futen në jetën shoqërore këtu në Zvicër, sepse ata njëherë kanë pasur mungesë të gjuhës. Ato i kanë hapur xhami. Por xhamit kanë qenë shumë të raseve edhe pa imam, vetëm ka qenë dëshira e madhe për të falur si shqiptare dhe të mlidhen atëherë. Kanë ardhur imam të përkohshëm, bile shpeshherë edhe vetë kanë kryer rituale atje kështu me radhë, por nuk kanë qenë nivelin e duhur që të mund të bashkë komunikojnë me shoqërinë këtu. Më pastaj fillon faza serioze kur bëhen fëmijët e tyre, kur edhe ata një pjesë e zotrojnë gjuhën gjermane, mësojnë rregullat e vendit këtu,
fitojnë një përvojë të qëndrimit këtu dhe atëherë fillon edhe në fakt koordinimi apo fillon edhe bashkëveprimi, fillon komunikimi me institucionet. Kështu që sot ne këtu e kemi gjeneratën e 3 dhe të 4, fëmijët të cilët kanë lindë këtu, janë shkolluar këtu, kanë kryer fakultete këtu, bile edhe magjistratura, doktoratura, tash ata këtë ndryshe janë dhe këtë ndryshe komunikojnë. Për atë sot, një pjesa mund të them më e madhe e xhamive janë faktor të rëndësishëm relevant në shoqërinë, ku janë përmes dialogut interreligjos që e zhvillojnë, pjesëmarrjes së tyre në aktivitete të ndryshme për të mirën e shoqërisë që bëjnë, bashkëpunimit me institucionet në vendet ku janë, kështu që krejt kjo tregon se më vetë xhamit kanë kaluar nga fazet të qenit të mbyllura vetëm si vende për rituale, por kanë kaluar në një fazë tjetër, në një nivel tjetër, edhe si rezultat se veç më xhamati i jonë sot janë fëmijët e mërgjimtarëve tash të cilët kanë lindur këtu bile, janë shkolluar këtu dhe japin një kontribut shumë të madh dhe nuk është çudi as pak që sot kur shkon edhe në komunë, edhe në institucione tjera i gjen shqiptarët të cilët kanë kaluar në bankat e mësonjtorëve të xhamive dhe i kanë mësuar te hoxha me një fjalë. I gjen ata sot në përfunksione dhe kjo tregon se veç më xhamit janë një realitet, jo vetëm për komunitetin e vet, pra nuk kanë kontribut vetëm komunitar, por kanë edhe shoqëror realisht. Po. Kemi edhe goxha disa të pyetje, kështu që mundësisht të shkojmë pak më shkurt dhe direkt në përgjigje me qëllim që t'i përfshijmë sa më shumë për këtyre pyetjeve që kemi. A ka ndonjë gabim që xhamitë shqiptare kanë bërë dhe nuk e kanë korrigjuar akoma? Shiko, ne nuk mund të flasim për konkret për xhami, se çdo xhami ka mangësi, normalisht në menaxhimin e tyre, ka plot sa të duash vend për kritika, vend për diskutim ka, ne nuk flasim se çdo gjë është perfekte, por ne nuk mund tash të flasim konkret për diçka për të gjitha xhamitë, se çdo xhami është rast në vete realisht. A ka vend për diskutim? Ka, a ka vend për përmirësim? Këtë është ajo që mund ta them, ka dhe duhet të bëhet dhe shpresojmë inshallah që vazhdimisht edhe me ngritjen e nivelit të udhëheqësisë, ngritjen e nivelit apo gjeneratave të reja që vinë faktikisht si xhamat i xhamive tonë, ne shpresojmë se edhe shumë shprastira të mbushen edhe shumë gabime realisht edhe të korrigjohen. A janë xhamitë shqiptare të urlidhëse apo ndonjëherë krijojnë edhe izolim? Xhamitë shqiptare dhe imamët shqiptarë janë ura lidhëse. Asnjë xhami shqiptare deri më sot do të thotë nuk ka një përvojë në këtë kuptim që të jetë izolacioniste edhe izoluese e komunitetit të vet. Të gjitha xhamitë, aq sa i kanë mundësi, kapacitetin e tyre, janë të hapura, janë për diskutim, për komunikim dhe për integrim dhe janë në bashkëpunim me faktorët relevant të shoqërisë. Në këtë drejtim nuk mund të themi se xhamitë shqiptare janë që çojnë ka izolimi. Kundërta, çdo xhami tenton të vend të lidh ura bashkëpunimi apo të ndërton ura bashkëpunimi me institucionet dhe me faktorët që relevant në shoqërinë apo në vendin ku vepron. Duke pasur edhe duke njohur dhe profesionalizmin tënd të punës dhe disiplinën këtu, kisha pasur që me ditën një xhami ideale, sipas Dr. Bashkim Aliut, si do duke një xhami ideale shqiptare, jo në aspektin që xhamitë shqiptare, po xhamia ndërtuar nga shqiptarët dhe nga komuniteti shqiptar. Ajo xhami do të ishte e tillë që të jetë e hapur edhe për bashkëpunim me të gjitha palët, të ketë takime të rregullta me organizatat që gravitojnë në vendin e saj, të jetë e hapur për dialog ndër interkulturor dhe interreligios, të ketë vizita, po edhe të ketë bashkëpunim të ngushtë me bashkësitë tjera fetare që janë në atë vend, si dhe po ashtu të ketë projekte konkrete për të mirën e shoqërisë, për shembull, siç është pastrimi, mbrojtja e ambientit, pastrimi i rrugëve, i lumeve kështu me radhë, dhurimi gjakut që bëhet nga disa xhami në ditë të caktuara këtu në Zvicër, do të thotë
për të mirën e shoqërisë e kështu me radhë. Kjo do të ishte për shembull shkurtimisht se si do duhet të dukej një xhami ideale këtu në këtë vend. Të flot mu që për kthim pak edhe për xhamin në Sengallën, por praportisht po flitet për një xhami që është për një projekt 15 milionë, po. Po, bashkë mirë që hapo edhe unë desha të ndalem te kjo. Besoj se e ke për qëllim koston e lartë dhe si ballafaqohet kjo kosto. E tash jo, do pyetja më pikërisht është parashit do të objekt do të modern me shumë funksione, xhami dhe hapësira kombëtare. O pyetja është për shembull në këtë rast ky projekt 15 milionë që është nevojë reale fetare apo ambicie për një xhami simbol? Jo, është nevojë reale. Shikoni, ne thash kemi disa faza këtu te xhamit. Do me thonë të zhvillimi i xhamive. Ne jemi në një fazë ku xhamit duhet edhe të gjenerojnë mjete në atë kuptim, jo të mvarin çdo herë nga pagesa e antarësisë prej antarëve, po duhet të gjenerojnë mjete dhe ta mbanë vetveten. Kjo është, shikoni, nëse ju besoj se keni qenë, po edhe tjerët kanë qenë në Turqi, ka qenë sistemi i ndërtimit të xhamive nga ana osmanlive se kanë themelu edhe çarshi. Për shembull xhamia në Edrene ka çarshin dhe të ardhurat e saj ndoshta mund të konkurrojnë me të ardhurat e komunësve. Pra ato sjellin për xhamin. Do të thotë qirajat e kështu me radhë derdhen në buxhetin e xhamisë. Në këtë drejtim ne më sot jetojmë në një shtet si Zvicra. Jetojmë në kohën digjitale. Ne nuk mund të shkojmë në për podrume, në për garazha veturash. Duhet të dalim sipër, duhet të bëjmë objekte që janë kompatibile, pra janë të përshtatshme edhe me infrastrukturën. Pra si mund ti ta shdëm në Zyrik, qytet me një infrastrukturë të ndërtuar, ti ta bësh një xhami apo xhamia e muslimanëve të duket më e lëna pasdore. Kjo nuk është në rregull këtu. E prish edhe imazhin e vendit. Por atë ne duhet edhe në këtë drejtim të mendojmë që të përshtatet edhe me imazhin, zhvillimin e vendit. Edhe nevojat, funksionet i ketë do të thotë të përshtatshme brenda që i bën. Por atë është nevojë reale, nuk është vetëm dëshirë për të bërë në një simbol. Pastaj thash se nuk është çështja vetëm faltore. Ka edhe hapësira tjera do të thotë ndjekse që të përdoren pra edhe për të gjeneruar mjete për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të këtyre qendrave. Dhe kjo krejt normale, këtë e kanë bërë osmanlit më herët dhe ne duhet ta bëjmë edhe ne pse mos e bëjmë, domethënë sot. Pastaj ajo xhami kur ka të ardhura, ka mundësi edhe projekte më të rëndësishme të bën. Ka mundësi të jetë shumë më efektive, pra të mbulon projekte të rëndësishme edhe këtu, po edhe në vendlinje dhe çdo kund. Edhe atë jo vetëm në kuptim të xhamisë dhe të imamit, por mund boton libra e kështu me radhë. Shikoni, do të thotë diku xhamit këtu në Zvicër, në gjuhën shqipe kanë botuar mbi 90 tituj. Xhamit shqiptare këtu kanë të botuara. Do të thonë sikur të ketë një bazë të fortë financiare xhamia, të ardhurat të përhershme, edhe në këtë drejtim mund të kontribuojë pra që të mbuloje, të financoje projekte edhe të rëndësishme për botimin e librave, për literaturën e gjuhën shqipe, po edhe për bursa studentësh e kështu me radhë. Për atë pra, këto projekte që i dëgjoni, pastaj shikoni ajo që desha unë të ndalem te kjo çështje. Kjo 15 milion për në Zvicër nuk është do të thotë një shumë e madhe, kështu që mendojmë ne. Këtu ne deri 1.700.000, 800.000, 900.000 kushton një banesë ta blejsh këtu në Zvicër. Kuptoni pra? Pra, 1 milion mund brije ka banesa. 3-4 dhoma këtu që kushton 1 milion. Ndërka shti thua 15 milion për një qendër, për mbi 500 apo mund të themi 700-800 familje. Kjo nuk është çudi këtu në Zvicër, një gjë e tillë. Këtu 4-5 milion, po edhe më tepër një shtëpi kushton ta blejsh. Varësisht prej shtëpisë tash krejt. Edhe unë nuk di çka ka të çuditshme këtu është se është 15 milion. Pastaj, edhe këtu duhet të ndalem. Shpesh herë do të thotë komuniteti më mirë preferon të ndërtojë se sa të blejë objekt të gatshëm, për shkak se kur e ndërton
ka shumë përfitime në kuptim të ndërtimit. Ne kemi shumë firma shqiptare këtu ka. Këto firma shqiptare vullnetarisht, do me thonë, orët e punës, që këtu në Zvicër kushtojnë shumë. Do të thotë, tu nuk kushton materiali sa kushton puna e dorës, orët janë shumë shtrenjtë paguhen këtu, puna që e bën njerëzit. Ajo i bën gratis, pra ja falin xhamis. Kështu që nëse për shembull kushton diçka ta zëm 15 milion me gjithë to konfliktet, ndërkësh vetë xhamia nuk kushton aq. Besoni, mbi 60% është punë dore që firma shqiptare ja falin xhamis. Do të thotë këtu lirohet xhamia nga pagesa. Tjetra është materialet, shumicën e materialeve firma shqiptare do të thotë ja japin xhamis pa fitim, ashtu si e merr prej do me thonë prej magazine ose prej kompanive që merren me prodhimin e materialeve ndërtimore. Dhe po ashtu tjetra është se shpeshherë do thotë to materiale ndërtimore firmat i marrin me përqindje, do me thonë me lirim se kanë përqindjen e vet. Ato edhe këtë nuk e marrin për vetë, edhe këtë ja falin xhamis. Kështu që shumë përfitime kanë këtë drejtim. Do të thotë nuk është ajo kosto, sepse shqiptarët këtu do të thotë kontribojnë edhe japin nga vetja çdo gjë për të realizuar një projekt. Do të thotë xhamit këtu tek ne në Zvicër, ditave shtuna dhe diella veçanërisht, shef firma shqiptare, qoftë për suvatim, qoftë për gjëra tjera, për shembull për ujin, e rrimën e kështu me radhë, që vrapojnë të kryejnë punë pa pagesë. Kështu që një projekt që është 10 milion, besoni 3 milion krejt mund dale pas punës që bëjnë, do të thotë shqiptarët këtu. Për atë kjo nuk është diçka realisht shumë e madhe, ndoshta për dikant mund të duket tingëllojë shumë, por nëse analizon realitetin, ajo që ndodhen këtu në praktikë, se kemi shumë firma shqiptare, shumë biznesmen, shumë punëtor që vinë vullnetarisht, bile presën rend të punojnë diçka, atëherë del se faktikisht pra kjo kushton shumë më pak me kosto reale, flasim se sa shuma totale që duhet të jepet, sepse nuk jepen 10 milion kështu para në dorë, se shqiptarët, firma shqiptare i bëjnë punët vetë pra, çdo njëri mundohet që kontribon për xhamin. Edhe në këtë drejtim ajo shuma që duket shumë astronomike, realisht shikuar, kur do ta llogarisësh me mundin që punën që e bëjnë kompanitë shqiptare, faktikisht materialet që ja dhurojnë, edhe që ja japin bile dhe ato që duhet t'i paguajë xhamia, i paguan me çmimin që e merr ai, faktikisht me çmimin e kompanisë si partneritet që e kanë me prodhuesin e kështu me radhë. Pyetja rrodhës është apo ndërtohen xhamit, jo, a mund të ndikojë mallësia e projektit në perceptimin negativ ndaj muslimanëve? Shikoni, në shoqërinë zvicrane nuk ndikon kjo ashtu siç e mendojnë disa. Ata të cilët i nxisin këto gjëra realisht, për shembull, në rastin e San Gallenit janë antar të partisë gjathtiste popullore këtu në Zvicër, që nuk ka çudi partitë gjathtiste t'i hapin këto gjëra. Shoqëria nuk i shef ashtu. Bile ne me këtë dëshirojmë të tregojmë se duhet të jemi të jemi transparent, të jemi të dukshëm, jo të futemi dikundi në podrume. Pse? Të jemi të dukshëm, çdo njeri ta shef se çka bëjmë atë. Kjo e zbukuron edhe qytetin, e zbukuron edhe vendin. Kjo tregon seriozitetin që ne kemi realisht edhe për shoqërinë këtu. Nuk duam të ndërtojmë diçka shkeleshko që ta prish edhe imazhin e vendit aty ku je, por dëshirojmë përmes kësaj të tregojmë se ne jemi edhe ta zbukurojmë vendin, pra përmes asaj xhamie që të tregojmë faktikisht edhe imazhin e Zvicrës. E jo vetëm të mendoj dikush se këtu ne shkaktojmë urrëtie, shkaktojmë reagime negative kështu më radh. Në çdo shoqëri ka, edhe debate ka, por realisht nuk mund ta mohojmë se ka njerëz edhe që ndoshta nuk e duan. Por thash, nëse i ke letrat në rregull, nëse je transparent, nëse ke dokumentacionin në rregull, absolutisht hiç mos u frikso, se Zvicra është shtet ligjor, edhe për çdo njërin është e drejtë pra. Po që ne dalë po i afrohemi fundit emisionit dhe
pyetje do nuk kanë të ndalur, por shumica për tyne janë komente më shumë se sa pyetje. Po dëshira ime do të ishte që kësaj teme të ja kushtojmë edhe 1-2 emisione tjera. Nëse i gatshëm pyetjet i kam dhe do t'i ruaj, edhe do t'i marrëm edhe 2 emisione të tjera për t'ju ardhur rreth tyre, se me të vërtet janë shumë me rëndësi këto, dhe patjetër që do t'i qasimi ndoshta edhe në detaje. Nëse je i pajtimit për këtë, atëre do t'ju premtojmë shikuesve që 2 emisione të radhës do t'jemi mirë me këtë. Po, jemi të gatshëm gjithçish që të përballemi me të gjitha pjekjet, me të gjitha interesimet e njerëzve, të flasim pra për jetën fetare këtu në Zvicër, veçanërisht të komunitetit musliman shqiptar, për rolin e xhamive kështu me radhë, dhe jemi të hapur pra çdo njeri që ka dëshirë mund të pjesë çka të don, eventualisht mund edhe të ketë komente, mund edhe ta tregojë pikpamjen e vet të ndryshme nga ajo. Ne jemi këtu pikërisht edhe për debat, edhe për diskutim, edhe për sqarim, po ne të njëjtën kohë edhe të përgjigjemi në pyetje të cilat i kanë palët pa problem. Pse nga disa shkrime këtu e shoh se realisht të kërkohet edhe ndërheqja juaj, kupton? Kështu që besoj që pyetjet do t'i shohësh ti mos i të përfundon emisioni, i kanë në Facebook drejt aty, do t'i ketë gjitha edhe të pyetjet e Po, jemi domethënë të disa prej tyre nuk ju dhash rëndësi sepse ishin më shumë komente se sa pyetje, por ndërkohë unë edhe gjatë javës do të bëj disa hërëmtime tjera rreth kësaj çështje, kështu që do t'ju qasmi më në detaje pra në 2 emisionet e radhës, inshallah. Dhe ju që keni shkruar mos mendoni që ju kemi injoruar, pyetjet e juaja do të kenë përgjigje, mirë po, nga se ishin edhe shumë të gjata, atëherë ne duhet t'ja kushtojmë 1 emision apo 2 të tërë vetëm për t'i lexuar pyetjet e juaja, dhe më do t'ju dham dhe përgjigje, kështu që tjetër herë ju kisha sugjeruar që t'jeni pak më koncis në shkrime, se nuk i kemi edhe kohën e tërë. Neve, pra, o që nderuar, ju falenderojmë për kurajin që ke marrë me dalë dhe me diskutu këtë çështje, sepse nuk është e lehtë, nga se e dim që pastaj do të përballesh me shumë shigjeta drejtuar rreth teje, por kjo është guximi juaj si gjithherë që ka qenë edhe asnjëherë nuk je tërhequr mbrapa. Të uroj sukses pra që t'ja dalësh edhe këtyre do të sfidave që do të drejtohen rreth teje, inshallah taala. Po, faleminderit. Ne shpresojmë inshallah që t'jemi në shërbim të gjithë atyre të cilëve u intereson kjo çështje. Normalisht këtu në Zvicër është një vend demokratik, ekziston edhe mendimi ndryshe. Dëshirat normalisht njerëzve kanë dëshira të ndryshme, por ne vazhdojmë, do të thotë xhamit tona fal Zotit janë të konsoliduara, ecim përpara, çdo ditë më tepër po zhvillohen, po ngritemi në nivel të kryerjes së obligimeve që i kemi, janë të bashkuara rreth komunitetit musliman shqiptar në Zvicër këtu, që deri tash i ka 60 xhami, shpresoj që në kuvendin që do të mbahet pas një jave, do të kemi edhe 4 apo 5 xhami të reja që do t'i bashkangjiten, kështu që vazhdon puna, vazhdon angazhimi, dhe shpresoj që t'ia dalim sa është më mirë të kryejmë rolin dhe misionin ton që e kemi marrë mbi vete, pra si prezantues të denj të islamit në çdo vend ku shkojmë. Urojmë t'ja dilni këtij synimi me sukses, pra qendror, Allah shpërbleft për pjesëmarrjen, dhe këtu po e përfundojmë pra emisionin, Allah shpërbleft për pjesëmarrjen edhe një herë, pra ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mirë po, shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë do të emisionin ton dhe duke ju falendëruar gjithë juve që morët pjesë me ndëgjim, por gjithashtu edhe juve që me komentet e juaja do të morët pjesë duke komentuar apo dhe pyetje duke bërë, dhe njëkohësisht ju kërkojmë ndjes që një numër të madh të shkrimeve të juaja apo komenteve apo pyetjeve të juaja, që më shumë ishin komente do të se sa pyetje që pritshim, po sidoqoftë ju falenderojmë. Presim pra që në 2 emisionet të radhës ju do t'ju përgjigjemi mirë, po mos harroni, jemi njerëz, të gjithë gabojmë, por gabohet aty ku punohet. Nëse shikojmë me mikroskop punën e tjetrit, më mirë është të shikojmë me mikroskop punët edhe mangësitë e tona individuale që t'i përmirësojmë ato, para se që të thojmë tjetrit të i përmirësojmë, sepse asnjë nuk jemi të pagabueshëm, asnjë nuk jemi 100% do të saktë apo preciz. Absolut është vetëm Allahu krijuesi i gjitha botrave. Ne gjithmonë do të jemi të mangët, pra na përkrahni aty ku punojmë e jo me na gozhdua për çdo mangësi apo çdo lëshim të vogël që xhallarët tonë bajnë. Atëherë ju përshëndes për edhe një herë, natën e mirë, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.